gjykimi, sepse janë gjithë gjyqtarët, nuk e besoj që mos ta kenë të qartë, sepse pezullimi nga detyra në gjykimin tim, për rastet e antarit të Këshillit të Ministrave nuk duhet që të merret leje fare në kuvend, sepse nuk ka imunitetin që ka deputeti, edhe në interpretim edhe të nenit 92 të kushtetutës, por edhe në vijim të nenit 240 Kodit Procedurës Penale, shpreh qartë që imuniteti është në rast se kemi një masë shtrënguese, që do thot arresti, masë arrest shtëpie dhe masa të tjera të cilat janë në funksion që merren për deputetin. Dhe imuniteti është vetëm për këto, ndërsa pezullimi nga detyra është vetëm për deputetët, që deputetët të cilët janë të zgjedhur nga populli, antarët e Këshillit Bashkiak, kryetarët e bashkisë, vetëm për këto pozicione apo për këto detyra, vetëm për këto nuk mund të kërkohet pezullimi nga detyra. Ndërsa, për sa i përket të gjithë funksionet e tjera, të cilat nuk janë të përfshirë në këtë kategori, të gjithë ata zyrtar janë objekt apo subjekt, janë subjekt për pezullimin nga detyra, që do të thotë edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe ministrat, edhe zëvendës kryeministri, pra çfarëdo zyrtari, patjetër që mund të pezullohet nga detyra, është një drejtë ligjore, edhe pse argumentat janë që sënohet pushteti ekzekutiv apo pushteti qeverisës, por kjo prandaj është gjykata, dhe gjykata është pushteti i cili kontrollon dhe balancon pushtetet e tjera. Pra, për të kuptuar qartë, avokat, më falë që ndërpres, për që t'jemi në një linjë, ju thoni që institucioni drejtësisë, SPAK-u në këtë rast, apo me urdhër të SPAK-ut, kanë fuqinë që të pezullojnë nga detyra dhe presidenti dhe kryeministri. Patjetër. Kjo lë të kuptosh që procesi i zvarritjes ka ndikim politik aktualisht për mos shkuar në një shkallë kaq të lartë, pra fakti që gjykata kushtetuese nuk përket një reagim konkret se ju thatë që gjithë gjyqtarët janë të aftë, të njihen dhe të mjaftohen me provat apo me gjithçka paraqitet? Tani fakti që ne edhe në diskutime publike që kemi pasur gjithë mazhorancën, pra gjithë ekzekutivin, gjithë përfaqësuesit e tyre, të cilët kanë pasur një diskurs publik, por edhe kryeministri ka pasur një diskurs publik ku anatemon pushtetin gjyqësor, duke konsideruar pushtetin gjyqësor si një uzurpator i pushtetit ekzekutiv apo pushtetit legislativ, meqense i ka votbesuar populli. Patjetër që pushteti legislativ dhe ai ekzekutivi janë shumë të rëndësishëm, janë tre pushtetet, pra kemi tre pushtetet të cilat kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, që do të thotë pushteti gjyqësor, pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv, pra janë pushtetet të cilat kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, por mos ta harrojmë faktin që pse u ndërmor kjo reformë. Pra, reforma u ndërmor në mënyrë që të kishim një drejtësi të paanshme, një drejtësi të pavarur dhe larg ndikimit politik. Dhe ndaj u pa e udhës dhe patjetër që u mbështet kjo nga zoti Rama, fuqishëm, dhe në gjithë diskutimin publik, ai ka mbajtur një qëndrim pro reformës në drejtësi, pro vendimeve të prokurorisë apo të gjykatës, kur vjen puna tek antarët e tjerë të qeverisë, apo edhe tek kryebashkiaku Veliaj, i cili ndoqi të njëjtin standard. Që do thotë, standardi ishte që prokuroria bën punën e vet, gjykata bën punën e vet dhe ne nuk kemi asnjë lloj lidhje me këtë vendimarrje të gjykatës dhe të prokurorisë. Por me këtë qasje të zonjës Balluku, ajo nëse mund dalje e pafajshme, sepse nuk konsiderohet fakti që në hetim është komunikuar akuza, do të thotë që ke kryer një vepër penale, jemi në parimin kryesor dhe themelor kushtetues, por edhe penal, parimi i prezumimit pafajësisë, por standardi ndjekur në publik, por edhe në diskursin që ka pasur kryeministri, tregon se një intimidim i antarëve të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, duhet të shikojmë se çfarë hetimesh ka ndërmarrë prokuroria e posaçme, sepse ka informacione të cilat janë bërë publike në media që ka pasur ndikime apo tentim
që të ndikoheshin